Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Sa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërlozo në takimin e kaluar kemi marrë dhikrin që duhet të thënë kur të hymë në xhami. Dhe kemi marrë disa prej mësimeve të cilat dalin nga ajo përmbajtja e dhikrit që e bënte i dërguari alayhi salatu wasallam kur hynte në xhami. Duke pas parasysh se edhe dalja nga xhamia e përmban gati të njëjtën përmbajtje, do të kaloj sot në një dhikr tjetër i cili ka të bëj posa të futemi në xhami. Nga se kemi thënë se kur hyn në xhami është ai lutja ku kërkon mbrojtje nga Zoti xhallahu ala që ta ruan prej sherrit të shejtanit, dhe pas që dërgon salavat i pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kërkon që Allah t'i hap dyert të rahmetit. Gjithashtu edhe dalja nga xhamia ka gati të njëjtën përmbajtje ku kërkon, duke dërguar salavat i pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kërkon që Allah ta mbron nga sherri i shejtanit. E pas sa të futet në xhami, gjëja e parë që do të thotë e prat në xhami dhe takohet me të është dëgjimi i ezanit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësuar se edhe gjatë ndëgjimit të ezanit ka hapësirë të mjaftueshme në çdo refren të ezanit, në çdo fjalë të ezanit ka hapësirë që të përmendet Zoti xhallahu ala. Dhe padyshim se kjo është një mundësi e madhe për besimtarin që të jetë pjesëmarrës në shpërblimin e ezanit. Thirrja e ezanit ka shpërblim të madh të ndërlozur. Një ndër ato që janë përmend hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam është se ai që thot ezanin, sa do që të arrin zëri i tij, do të dëgjon njeri apo gjin, apo dëgjohet larg, sa që përfshin zëri i tij gur e bim me çka do qoftë, gjithë do të jenë dëshmitar për të ditën e gjykimit. Do të dëshmojnë për veprat e tij të mirë. Dhe kështë pa dyshim punë e madhe. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ndëgjoi muezinin dhe duke thënë ashhadu an la ilaha illa Allah dhe te ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse është i sinqert këtë që po e thot, pa dyshim se ka shpëtuar, ka hyrë në xhenet. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për muezinin që thot ezanin se e ka shpërblimin e të gjithë atyre që falen në bazë të ezanit të tij. Nëse ti në xhami ezanin, krejt xhamati që falen në xhami, ose të tjerë në përshpije që kanë më falë për shkak se e kanë një ezan në ti se ka hy koha, krejt e kanë sevapin e namazit të tyre, ndërsa ky e merr sevapin e të gjithëve, po u mungu aty në sevapin, e merr sevapin sa i ka qenë shkaktar që t'u tregon njerëzve se ka hy koha namazet. Dhe ka shpërblim të madh. Dhe thash hadithe të tjera që flasin për shpërblimin e thirrjes së ezanit. Por ezani nuk mund me thirr gjithë njerëzit. Ose është njëri i caktuar që thirr ezanin. Po edhe me rënd më u bë s'ta bën herën vjet po kam ezan nga xhamati shumë çështë. E ne tjerë që nuk thirrim ezan, çfarë të bëjmë ne? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thotë ai që thot pas muezinit, ashtu si kur thot muezini, e ka shpërblimin e tij. Dhe këto është ajo që neve na intereson. Nëse ne i përmbajmë dhikrit caktuar, që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ta themi gjatë thirrjes së ezanit, atëherë padyshim kemi një mundësi që të përfitojmë nga mirësia dhe nga bujaria e Allahut xhallahu ala, që të na jap shpërblimin e plot. Pa ia munguar muezinit sevapin e tij. Se përket ezanit, dietarët e kanë përkufizuar ezanin se është lajmërim për hyrje të kohës,
Andaj përmes ezanit lajmërohet se ka hyrë koha e namazit saktuar. Por ky përkufizim të ndërlozur është përkufizim juridik. Në fik kështu dietarët e përkufizojnë. Do thotë ezani është me lajmëruar se ka hyrë koha e namazit. Mirë po në aspektin e përgjithshëm, ezani është diçka shumë më tepër. Ezani është diçka shumë më thellë se thjesht një lajmërim për hyrje të kohës së namazit. Nga se për të lajmëruar se po hyn koha e namazit, ka pasur të bëhet në forma ndryshme. Ka pasur të bëhet në forma të ndryshme, që njerëzit kishin më kuptuar se ka hyrë koha e namazit. Mirë po përmbajtja e ezanit jep me kuptu se në ezan ka shumë më tepër kuptime dhe më të thella se të jetë sikur që ka thjesht një lajmërim se po hyn koha e namazit. Andaj ezani thirret 5 herë në ditë. Dhe përmbajtja e tij të kumtohet botërisht dhe të kumtohet publikisht dhe me zë të ngritur 5 herë në ditë, padyshim se e ka një madhështi të madhe, e ka një rëndësi të madhe që synohet përmes saj. Andaj të lajmërohet 5 herë në ditë në mëngjes, e pastaj në drekë, e pasdite, e në mbrëmje, e natën, në gjitha kohët e namazit të lajmërohet se Allahu është më i madhi, padyshim se kjo është shumë e madhe dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është për të lajmëruar njëshmërinë e Allahu xhalla xhelaluhu, për të lajmëruar se vendi nga ku po dalin këto fjalë është vendi ku adhurohet vetëm Allahu një dhe nuk adhurohet askush tjetër. E kështu me radhë. Prandaj të ndërlozur edhe namazi, duke qenë një nga ibadetet më të mëdha në Islam, lajmërohet për të me ezan. Nuk ndodh për shembull kjo me Ramazan. Nuk lajmërohemi në Ramazan, do të thotë për hyrje të Ramazanit me ezan, as me kurrë. Lajmërohemi në bazë të datës, ka ardhur, informojnë njerëzit, por jo me informimin të posaçëm, jo me thirrje të posaçme. Iftarin kur e bëjmë, është ezani i akşamit, jo ezani i iftarit. As i sifirit, nuk ka thirrje të posaçme për Ramazan, as lajmërim të posaçëm, as për zeqat. S'ka, çdo njeri jep zeqat në vete. Kur kush nuk e din kur e ka kohën e zeqatit ky njeri ose ai njeri. Gjithë kush e ka për vete. Një herë në vjet jep zeqati, kur përmbushet vjeti hënor, gjithë kush din se kur i vjen koha e zeqatit. Edhe për haxh, gjithashtu nuk ka lajmërim të posaçëm, ka datë caktuar kalendarike që në bazë të asaj dihet se erdhi haxhi. Po asnjë ibadet në Islam do të thotë nuk e ka kësaj lloj trajtimi sikurse namazi. Dhe kjo në bazë të namazit që e ka dhe rëndësisë që e ka, padyshim se e merr rëndësinë edhe ezani. Tek dietarët e arshëm të ndërrozur tek sahabët e pejgamberit sa me vërtet ezani ka pasur rëndësi të madhe. Prandaj edhe kur ka ardhur Abdullah ibn Maktumi radhiyallahu ta'ala anhu, ka qenë i verbët dhe ka pas nevojë të ketë përcjellës me orë në xhami. Ka pas nevojë pas përcjellës kur vjen në xhami. S'ka pa, veçanërisht natën në namazet e sabahut, e takşamit, e qetësisë. Dhe ka ardhur me kërku leje tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që më fal në shtëpi. Për shkak se po ka problem me gjithë përcjellës. E ka leju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më fal të shtëpia. E ka leju për shkak të situatës dhe arsyes. E kur është nis me dal Abdullah ibn Maktumi për derës, e ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I ka thonë: "Hal tasma'u nida?" Anin thirrjen ezan anin, ka thonë po, kanë fa ajib idhan. Atë përgjigju atë. Përgjigju. Nga se nuk është thjesht thirrje, por është përgjegjësi që nuk e lejon besimtarin të jetë indiferent përballë gjithsej thirrje, ai rrin larg. Prandaj ka aty në fillim Allahu Akbar. Do të po thret dikush dhe po na përkujton se o ju që po më ndëgjoni mua, kudo që t'jeni, duhet gjitha t'i braktisni se për ju e tashmë nuk ka më të madhe asgjë se Allahu xhallahu ala. S'ka diçka më të rëndësishme për ju asgjë se Allahu xhallahu ala. Dhe kjo publikisht po kallëzohet. Çish ka mundësi për shkak njëri i cili
është ndoshta i shtrim shtrat, ose është ndoshta duke pushuar se çka do të qoftë tjetër duke bërë, dhe ndëgjon Allahu Akbar, që dikush po i thot, dije se Allah është më i madhi, ndërsa ai praktikisht po e dëshmon të kundërtën se pak ka diçka më të madhe se Allahu xhallahu ala. Pushimi i tij ose puna e tij ose çka do të qoftë tjetër. Normalisht kjo bëhet fjalë kur njeriu ka mundësi se përpara azanit kur dëgjuar pa zmadhuar zërit, ka qenë zë i thjeshtë njeriu. Normalisht është dëgjuar në një rreth normal që njerëz kanë mundësi më u përgjigj. Sa ndoshta azani mund të dëgjojë shumë larg dhe njeriu ka problem me ardh çdo përgjigje. Aspekti i trajtimit juridik, si mbas fekut, kush e ka obligim me u përgjigj, kush e ka, kjo është tim tjetër, nuk është tema jon kjo. Po për flas në aspekt të rëndësisë dhe në aspekt të përgjegjësisë që kemi përballë ezanit ato. Ai për të parë ton ka pas muslimanë të mirë, të cilët e kanë konsideruar punë me vlerë që njeriu t'i përgjigjet ezanit ato. T'i përgjigjet praktikisht, të ecë në drejtim të kësaj thirrje. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është ofruar në një vend për të vërtetuar se ai vend a është me musliman apo nuk ka me musliman, si e ka vërtetuar? Në bazë të ezanit. Nëse kanë dëgjuar ezan, kanë këtu pas ka musliman. Se kanë dëgjuar ezanin, kanë këtu nuk pas ka musliman. Prandaj sa është e këndshme dhe sa është qetësuese dhe sa është vallai që i shkakton prehje besimtarit, lumturi kur në gjën ezanin. Ati mush me ditë këtë mas miri, kur të u thoj se për vene kusnijet e zane. Së ndëgjohet kërkun. E kur këthesh në vendin tënë dhe i ndëgjan duke u thirë zane në këtë gjami, në gjami, e din vlerë në vendit ku je, dhe rëndësine asoj ku je, ka se e zane është një këndellje dhe është thirje që të regan se cëlla është përkatësia dhe ngjyrimi ati veni atë. Andaj nuk është thjesht veç një thirje që nënkupton, valla hyni kuna namazit. Po, juridikisht e ka këtë rëtim. Por praktikisht dhe realisht e ka një kuptim shumë më të tillë dhe shumë më gjerë ato. Prandaj edhe ndoshta ngacmimi i ezanit për besimtarët është i rëndë. Dhe ngacmimi i ezanit për besimtarët është diçka që realisht nuk prek thjesht tonë në zërit, por prek thjesht tërë atë konfirmim dhe tërë atë përmbajtje që e ka ezani në vetën e tij. Për këtë arsye dhe pejgamberi sa e ka zgjedh muezinin e posaçëm, jo gjithkund me thirrë ezanin, nga se duhet që përmes zërit e tij njerëzit t'u bëjnë të këndshëm dëgjimin e ezanit. Se ka thirrë ezanin Abu Bekri kur, se ka pas zonin për ezan. U kon më i devotshëm, u kon më i miri, kjo është diçka tjetër, por ezan ka thirrë Bilali radhiyallahu ta'ala anhu. Pse? Se ka pas zërin më të bukur dhe ka pas zonin e ka pas do të shumë më të fuqishëm dhe është përnda thirrja e tij në përgjithë anët e Medinës. Andaj pejgamberi i ka kursuar vëmendje përmbajtjes, i ka kursuar vëmendje kohës, madje i ka kursuar vëmendje dhe kush ka me thirrë ezanin. Gjitha këtu për të kuptuar se sa është më rëndësi ezani. Prandaj nuk duhet na thjesht me e trajtu ezanin si një zë që po ndëgjohet edhe po kallzon se hini valla vakti. Jo. Por që sikur se kemi se këtë abdesi, nuk është thjesht një larje rutine, por është një përkujtim i vazhdueshëm ditor për disa gjëra, kuptime madhore që i kanë vetë në vetë ezani. Ai ka kuptime të mëdha, kuptime të fjalës Allahu Akbar. Na kemi trajtuar në një ligjërat këtu bashkë me juve fjalën Allahu Akbar. Sa është e rëndësishme. 6 herë thuhet në ezan kjo fjalë. Jo një herë, 6 herë thuhet. 4 në fillim dhe 2 në përmbyllje. Prandaj ka përmbajtje masore. 6 herë dikush me sa ka fuqi nga zëri i tij publikisht u përkujton njerëzve se o burra, o gra, o njerëz, o besimtare, o gjithë që po më dëgjoni. Nuk ka më të madh se Allahu. Nuk ka më të rëndësishëm se Allahu. Prandaj para mëna ndruar 6 herë gjatë një ezani. 5 herë ditje që i bie 30 herë gjatë ditës. Subhanallah, 30 herë gjatë ditës, gjatë 24 orëve, i thuhet njerëzve, Allahu është më i madhi. Dhe parëmendon dikush, asë një herë nuk përgjigjet praktikisht 30 thirrjeve. E qysh pratë mëshirë për Zotë Gjellewala. Parëmendon dikush, një herë me tonë, dhe qysh e ka pasat e harran dhe mu krye punë.
Ma 30 herë dikush me të ndihitje. 30 herë me të ndihitje. Allahu është më i madhi. Nuk ka më të madh se Allahu për ty. Dhe gjitha këtyre thirrjeve ai ju përgjigj me neglizhencë dhe dembeli. Ku është besimi? Ku është devotshmëria? Ku është përgjegjësia? Ku është morali dhe turpi para Allahut xhallahu ala? Ezani është me të vërtetë një thirrje që e ngjall ndërgjegjen e përgjegjësinë brenda besimtarit. Ja kujton këto kuptime madhështore se Allah është i madh. Pas kësaj rikonfirmim i vazhdueshëm se Allah është më i madh dhe ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Rruga që na ndjekum, atë që ne ndëgjojmë si duhet të jetojmë dhe ku duhet të gjindemi dhe çfarë duhet të bëjmë është Muhammedur Rasulullah. Nuk është thjesht këna besu pejgamberi Allahut. Po këna besu se është pejgamberi Allahut për t'ju përgjigj sikur se duhet përgjigj pejgamberit Allahut. Pastaj hayya ala salat. Eja namaz. Eja namaz. Thirrje vazhdueshme ti përgjigjesh. Nëse je nga ata që ke konfirmuar se Allah është më i madh. Nëse je nga ata që ke konfirmuar dhe ke deklaruar se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut. Nëse je nga ata që ke deklaruar dhe ke konfirmuar se Muhamedi është i dërguari i Allahut, atëherë dëshmoja praktikisht e janë xhami. Falë namazin. Këse namazi është përgjigja konkrete dhe praktike se ti ke besu drejt në Allah xhallahu ala. Ke besu drejt. Për këtë arsye edhe nuk kanë pas mundësi për para muslimanët e mirë me qenë indiferent për ballë thirrjes namaz, edhe kur kanë qenë rastrin nga smundja, madje në moment të vdekjes. Ka pas rast në kohën e pejgamberit, ka qenë një afër xhamisë. E kanë dëgjuar ezanin, ka kërkuar për krah me kap me punë sa hapur. Për shkak se nuk ka mundësi kaq indiferent me ne të zëtë ezanin, po thret ezanin ti për rëndësi po thosë spotir ty, ose atë ose kështu me radhë. Hayya ala salat. Eja namaz. Pasaj hayya ala al falah. Na përthim hayya ala al falah, eja në shpëtim. Nuk ka kaq përkthim i ftoftë, eja veç shpëtim. Falah gjuhën arabe i ka dy kuptime rëndësishme. Falah i thonë gjuhën arabe, do thotë arritje së çdo të mire që e synon, edhe shpëtimin dhe largimin nga çdo e keqe që kërcënon dhe rrezikon. Do të thotë gjitha të mirat që ti shpreson me i arrit dhe të gjitha rreziqet që ti synon me i evitu, e kite fjala hayya al falah. Prandaj po thuhet me ezan. Eja të vani përgjigju kësaj thirrje, nga se në këtë përgjigje ka mundësi për ty me i arrit gjitha të mirët e mundshme dhe të mbrosh nga çdo e keqe e mundshme. Prap, mas kësaj dy herë hayya al falah, Allahu akbar, Allahu akbar. Për kujtim, mos harrapë fillim, Allah është më i madhi. Le, braktis. Ngritu, përvelu, jepë mundin, përgjigjo. La ilaha illa Allah. Nga se nuk ka diçka që meriton për kushtim dhe është më e rëndësishme për ty se Allahu xhallahu ala. Nga se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe veç këtu më kjo është një kalim i shpejt mbi ezanin, shumë i shpejt. Çdo fjalë për këtë fjalë zonë më duhet kërkon meditim, shërim më të madh, lidhje e pastaj fjalëve me zveti, përmbajtje, gjitha këto janë shumë rëndësi. Për këtë arsye të ndërlozur, ezani është shpallë e Zotit. Ezani është shpallë e Zotit. Ezani nuk është formulim njerëzor, si ka formuluar Bilali, as filani. Jo. Zoti xhallahu ka mësuar muslimanët çfarë duhet të thonë kur ata lajmërojnë për namaz. Pa duke pas parasysh do të thotë përmbajtjen kaq madhështore të ezanit, kaq rëndësishme. Nuk ka mundësi me adhuru armiku i Zotit. Shejtani ik, si të njihet fjala për Allahu Akbar, ik në rrethit madhe. Madje lëshon zëra që mos ta ndëgjon thirrjen e ezanit. Ik deri në largësi ku nuk njihet ezani më vonë. Nuk ka mundësi me i përballu kësaj thirrje nga se e godet e mposhtë. Ezani e mposhtë çdo shejtan. E largon. Dhe që në kupton e afron çdo besimtar të devotshëm. Nëse e largon shejtanin e kundërta është e afron njërin e mirë dhe besimtarin. Andaj përballë gjithë së rëndësia dhe shumë të tjera,
padyshim se duhet kemi një qëndrim, do thotë shumë më korrekt, më me përkushtim, më me meditim, jo thjesht është. Ne nganjëherë duhet njëri është në bar xhamis, thirrë zoni edhe realisht ai vazhdon mohabet vazhdon. Ku është madhështia, ku është madhërimi i Allahut xhallahu në këtë zonë? Mos tas veç për shpëlimin që arrin, që po hub shpëlimin. A kjo është padyshim problem i madh. Për shkak të mohabetit e për shkak të ku e din çfarë fjalë tjera me hub gjithë këtë mirësi dhe me nënçmu gjithë këtë kuptim dhe këtë përballje. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në disa prej haditheve të tij, ku mësohemi se çfarë duhet të themi kur thirret ezani. Thot muezini Allahu Akbar, ne themi sikur se ka thënë muezini Allahu Akbar. Ai thot prap Allahu Akbar, ne themi Allahu Akbar. Kjo dhikri, në kështu Allah në përmendëm kur thirret ezani. Ai thot ashhadu an la ilaha illa Allah, ne themi ashhadu an la ilaha illa Allah. Ai e përsërit, ne prap pasi themi të njëjtën ashhadu an la ilaha illa Allah. Ai thot ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ne themi ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konfirmim pas konfirmimit. Prap ai e përsërit dhe prap ne pasi përsëritim njëjtën. Kur thot hayya ala salah, ai thot eja namaz. E çfarë themi ne këtu? Pejgamberi sa ka thënë, këtu thuhet la hawla wala quwwata illa billah. Nëse e kemi mësuar çka është la hawla wala quwwata illa billah. Ai thot eja lëviz nga vani, mbledh fuqi dhe përgjigjo, apo? E ti thush, s'ka mundësi me lëvizën e, as me mbledh fuqi pas me Zotin xhallahu ala. Shikoj çfarë kombinimi mrekullueshëm. Ai thot hajde, ti po shpone po vi, por Allah më ndihmo se në sën lëvizi pa ndihmën e Allah xhallahu ala. Kjo është komunikim hatashëm i madh dhe komplet i kompletuar mes muezinit edhe besimtarëve që po përgjigjen. La haula wala quwwata. Nuk është eja namaz, po soni më fort, i shnoshëm po vi. Jo vëllai. Nuk është kjo punë me shnet, as me forcë. Sa i shnosh është, i fortë është, apo që vallahi apo ndoshta me 10 kilometra mund të marr në xhami dhe se ka problem, zgjan Allah. Sa është kjo me forcë as me shnet. Sa njerëz i vjetër e i smut, po vjen në xhami. Po sa të tjerë është i shëndosh dhe zgjan. Sa është njëri i vjetër, por nuk e pengon mosha më në xhami. E sa është i riu jashtë, por absolutisht nuk e motivon mosha më në xhami. Që është kjo punë me mosh e me forcë, as me para, as me fukarallëk, kjo është me la hawla wala quwwata illa billah. Kujt i jep Allahu fuqi edhe sukses, e Allahu askush i bën padrejti. Kush e kërkon këtë, nga se ti po e kërkon këtë ndihmë të Allahu xhallahu ala, që me lëviz nga vendi me ndihmën e Zotit xhallahu ala, me u bart nga vendi ku je, në vendin e xhamis me amin Allah xhallahu ala. Edhe kur thot hayya ala al-falah, çfarë thua? La hawla wala quwwata illa billah. Njëjtë. Pastaj më thot Allahu Akbar, ti e përsërit njëjtën Allahu Akbar. Dhe thot muezini la ilaha illa Allah, ti thua la ilaha illa Allah. Edhe pastaj vazhdon me duan pas ezanit që është temë tjetër, por këtu përfundon ezani, ka thënë pejgamberi sa kush thot atë që thot muezini, pas ata këtë dëgjuar, e nin muezinin dhe i përgjigjet, dakhala al-janna. Shikoj ka thonë hyn xhennet. Der për xhennet, veç pak kujdes në vendje. Subhanallah. Prandaj, nuk është ashtu thjesht. Ne po them, vallahi ka njëra shejtani qysh na mashtron me hub mundsinë e sevapet mëja. Të shtëpia bën mohabet. Tua në xhami bën mohabet e zoni po thirr. Bën mohabet boll për së të zoni vëllai. Në xhami mrena, thirr zoni bëhet mohabet. Për së të diçka u thon, nuk ka më të shenjtë dhe më të rëndësishme, do të thotë në asnjë rrethon, kur thirr zoni se më ngojë. S'ka më mohabet. S'ka më kurrë, çdo gjë ndërpret. Prandaj edhe e pret e zonin besimtare e kur hyn xhami, nëse ka koha me thirrë zonin, dietar kanë përkruar që edhe ato 2 recate të xhamis me i shty pak që mos më hub sevapi e zonit. E lëmon për diçka tjetër.
nëse namazin e shtyn në file, e shtyn namazin vullnetar, për shkak se me nxon ezanin, e atëre, për çka tjetër duhet me humbë ezanin? Kujdes, e kom pak, edhe ajo jo është përsitje, po subhanallah, pak më një përjetim, sikur se kemi thënë tek abdesi, jo është për i lajë durte, po, nalë dhe mënda, po dhëtë Allahu Akbar, a jo më në qështot, a jo më në, që njëtën time është Allahu Akbar, ta përkujton shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah, ta përkujton ndihmën e Allahut, përkrahin e Allahut, shpëtimin. Këti përkujton. Është shanse e madhe me meditu njëri në vetën e tij se çysh jam unë për balltën e fjalëve. Si është puna jam për balltën e kuptimeve. Gjitha këto shikos çfarë përgatitje madhështore para se më fut namazin. Prandaj e përfit ezanin. Nganjëherë do të ndërmozën ndodh që ndoshta me u ndëgju ezan disa xhamia, sikur tash ndodh me do të zmadhuar të zëret, më ndëgju disa xhamia. Cilën e përsill? Ka thënë dietarët e përsill ato xhami që ka më së afërti. Çaj xhamia që është më së afërti, çaj preferohet me e përsill atë. Çaj xhamia. Po do mi përsill këtë xhamiat, se një herë thot Allahu Akbar, ai thot ashhadu an la ilaha illallah, a don? Kanë thonë ka mund të ketë një përsill. Nëse don, përsill këtë, merr sevapën shumë fisht. Po që s'ki mundi se përzijet, njënin për qëllat. Ajo është xhamia me afërt. Nga se edhe preferuar është njeriu nëse s'ka ndonjë arsye të caktuar, në u fal xhamin me të afërt. Kjo është e preferuar apo. Çdo kush në xhamin e tij, në mahallën e tij, nëse s'ka arsye të caktuar, se ka arsye, se valla fillon xhamia, po ndihet tira arsye këtë të çka është. Ama në esencë, do thotë çdo kush fal në xhamin e mahallës së tij. Prandaj edhe përsill zonën ose xhamia, edhe përsill imamin ose xhamia e kështu me radhë. Dhe rregullat e shumë që dietori kanë përmendur për ezanin, dhe padyshim se nuk është trajtimi jon ai që ka të bëjë me aspektin juridik të ezanit, por ka të bëjë me dhikrin që duhet të thënë besimtari gjatë dëgjimit të ezanit, e që padyshim fiton me këtë sevap të madh. Është mundësi me i marrë ato sevapet e muezinit, është mundësi me përgatit veten tënde për namaz, është mundësi me i thënë disa konfirmime madhështore në jetën tënde gjatë ditës, e kështu më radhë nga gjitha ato që i arrin njëri në qoftë se i kushton vëmendje këtij ezani, dhe për këtë, sikur që thënë në fillim dhe po e mbaroj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që mos mbetemi indiferent, ftoft përballë një thirrje të këtij, por ti përgjigjemi me ngrohtësi, ti përgjigjemi me përgjigje me të vërtetë si i takon besimtarit. Edhe praktike duke lëviz në drejtim të thirrjes, por duke komunikuar bashkë me thirrjen, duke thënë atë që thot mezini përveç të fjalët hayya ala sala edhe hayya ala falah, ku këtu na ka thënë pejgamberi sa më thonë la hawla wala quwata illa billah, andaj kush e thot kët i falen mëkatet, e merr sevapin e madh dhe padyshim se përfundimi i tij është xheneti, sikur që e thikoi vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas ezanit është një lutje e madhe, e sa ka një sevap të madh dhe ka një shpëlim shumë të madh dhe ka një përmbajtje të madhe e lutje, e që inshallah do të trajtojmë në takimin e ardhshëm çfarë duhet të pas ezanit. Por kjo është çfarë duhet të themi kur e ndëgjojmë ezanin. Allahu xhallahu ala na bëf nga ata të cilët i përgjigjen ezanit dhe i përmbajnë përmbajtjes e ezanit, dhe Allah na bëf nga ata që nesër thirren me të vërtetë me zërin e besimit për të futur në mëshirën e Allahut dhe shpëlimin e tij. Me kaq për sot, Allah shpëlojë në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.